Ndrojnë temë, vazhdojmë në qytetin e Tetovës, ku çdo të martë kemi kolegun tonë Visar Sadikun që na sjellë biseda të ndryshme nga qyteti i Tetovës. Kësaj radhe kemi drejt për drejt me drejtoreshën e shkollës fillore Liria, ku do të flasim pikërisht për mungesën e librave dhe për nxënësit me nevoja të veçanta pikërisht në këtë shkollë, se si është gjendja me mungesën me librat e kështu me radhë. Besoj që tani më Visarin e kemi në linjë të drejt për drejt nga qyteti i Tetovës. Përshëndetje Visar, besoj që na dëgjon. Po, Rehan, përshëndetje dhe mirëmëngjesi për ju dhe gjithë shikuesit e radio televizionit të Maqedonisë, programin e gjuhës shqipe, kryesisht programit të mëngjesit ritmi i ditës. Ashtu siç e theksuat ju, ne ndodhemi në ambientet e shkollës fillore Liria në qytetin e Tetovës, një ndër shkollat më të vjetra në qytet, e cila daton që nga pas lufta e vitit 1945, ndërkohë që ato që thatë edhe unë e theksoj që ne do të diskutojmë me drejtoreshën e kësaj shkolle Faria Idrizi Kasami, e cila për momentin gjenden pranë ne. Faleminderit që pranove ftesën dhe edhe një herë faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju për ftesën që më bët. Ishte kënaqësi që të jem pjesë e emisionit të mëngjesit. Drejtoresh historikun, pikat shkurta të shkollës dhe më pastaj dalëm edhe në temat kryesore të cilat i pegojnë shkollës dhe problemet dhe të arriturat e kësaj shkolle. Cila është historiku i kësaj shkolle? Në fillim thash është një ndër shkollat më të vjetra. Keni ndonjë informacion? Sa i përket historikut të shkollës fillore Liria, ka rënje të thella historike në arsimin e popullatës shqiptare, domethënë në Tetovë dhe rrethin. Fillimet e saj lidhen drejt për drejt në kohën e luftës së dytë botërore, ku për herë të parë u krijuan kushtet që fëmijët shqiptar të mësojnë në gjuhën anëtare. Ky hap, domethënë, ishte një hap shumë i madh për zhvillim të identitetit arsimor e kulturor të shqiptarëve, ku më 1 mars të vitit 1945, në një ambient të thjeshtë dhe pa ndërtesë të posaçme shkollore, u hap zyrtarisht shkolla fillore me emrin Liria. Nxënësit mësonin në objekte të mbetura nga medreset, nga koha e kaluar, domethënë, në medrese. Megjithatë, entuziazmi për dije ishte shumë i madh, ku shkolla kishte 1085 nxënës, për të cilëve domethënë kanë qenë 579 djemë dhe 506 vajza të shpërndar në paralele. Kur jemi në evoluimin e procesit arsimor, atë si zhvillohet për momenti procesi arsimor në këtë shkollë, për shkak se jeni edhe tani për momentin në dhejtësi e kësaj shkolle? Për dallim në kohët e kaluara, domethënë, kur flasim tani, që tani është një numër i madh i mësimdhënësve që japin mësim në këtë shkollë, ku prej kësaj shkolle domethënë kemi fytyra publike, fytyra të njohura që kanë evaluar gjatë viteve. Procesi zhvillohet në mënyrë normale me këto kushte që i kemi. Dhe cilat janë kushtet në të cilat zhvillohet procesi arsimor dhe sa numri, nëse keni një numër të saktë, sa numri nxënësve për momentin që po zhvillohen, që po ndjekin procesin arsimor në shkollën Liria, kur thamë se është një ndër shkollat më të frekuentuar dhe që gjithë prindërit, njëri ndër to jam edhe unë dhe të tjerët që duan fëmijët e tyre të mësojnë pikërisht në këtë shkollë. Sa i përket kushteve, kushtet janë funksionale, por jo në nivelin që ne do të dëshironim të jenin kushtet e kësaj shkolle. Ka nevojë domethënë për rinovim, për modernizim të hapësirave të shkollës dhe për mirësim të infrastrukturës. Veçanërisht kemi një ndër ato është edhe objekti që është i cili daton prej vitit 1950 e këndej. Duhet të kemi një objekt të ri, si që është edhe jemi në bisedim të sipër. Dëshja këtë pjeqet edhe të ku jemi të objekti ri, kemi ndonjë plan nga komunat e todo për shkak se kryesisht për me financimet e mëdhaja, flasën edhe Ministria e Arsimit e komuna janë bartës të kësaj. Keni ndonjë plan dhe pritet që ndërtohet edhe objekti i godinës shkollës Liria, por edhe një salë sportive. Po, ndërtimi i ri i objektit është domethënë i planifikuar për vitin kalendarik të vitit 2026-2027, domethënë vitin e ardhshëm. Ne presim dhe kemi bërë kërkesë
tek themeluesi, ku themeluesi do të thënë është një projekt I cili kushton shumë para dhe presim nga Ministria që të ndërmerr hapat e duhur për të bërë një objekt sa më cilësor. Edhe pse ju shpeshherë edhe keni intervenuar sigurisht në rregullimin e pallazit të kësaj shkolle, lyerjen e dritareve, ndërkohë që investimet për mirëmbajtje vazhdojnë edhe sot. Po, gjithashtu mirëmbajtja e shkollës ne kemi atë prioritet për të bërë kushte sa më cilësore që procesi edukativ të zhvillohet në kushte sa më të mira. Kemi bërë ndërhyrje, domethënë, ku një ndër ato kemi bërë edhe lierjen e shkollës në përgjithësi brenda, ndrimin e dyerve, pastaj kemi bërë edhe kabinetin e informatikës, e cili kabinet ka qenë një kabinet I improvizuar, ku nuk ka patur kushtet elementare për punë. Gjithashtu neve na mungojnë edhe kabinetet të tjera, ku jemi në bisedime me themeluesin, kemi bën edhe kërkesë që të jenë të paktën kushtet elementare që në mësimdhënës të zhvilloj orën mësimore ashtu siç I ka hyrë. Por gjithashtu edhe nxënësit që në ato që e bartin atë dije. Atëherë përveç nxënësve të cilët ndjekin zhvillimin e procesit arsimor, këtu kemi edhe nxënës të cilët janë me aftësi kufizuar ose me aftësi të veçanta si si është procesi në këta, si zhvillohet dhe ka dhe një problem pengesë gjatë këtij procesi? Gjithashtu vlen të përmendet se pranë shkollës funksionon edhe qendra për përkraje, domethënë e cila ofron ndihmë dhe mbështetje profesionale për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore. Kjo qendër është një tregues I përkushtimit të shkollës për të siguruar domethënë arsim gjithë përfshirës për të gjithë nxënësit të cilët kanë nevojë. Kushtet këto që janë, ne kemi edhe pjesën të cilat janë edhe paralelet e nxënësve me nevoja të veçanta, ku kemi edhe edukatorët special, për kjo qendër kemi nxënës edhe të gjithë rajonit që na vinë, sepse ne jemi qendra për përkraje që I tangon domethënë pjesës së nxënësve të palës shqiptare. Kur jemi te këta pjesë, ka ndonjë periudhë se kush mund të pranohet apo kush I vë këto kufizimet për nxënësit me nevoja të veçanta, apo është vetëm shkolla I vendon kushtet? Jo, tash sa I përket të shkollës, ne këtu kemi paralel mirë po me ndryshimin e ligjit, tani futjen e ligjit me inkluzionin, ku fëmijët kanë të drejtë sipas ligjit që kanë aftësi të kufizuara, tash të futen në paralelet normale. Dhe në bazë të asaj qendra për përkraje, e cila gjendet në Shkup, ajo përcakton edhe asistent arsimor, të cilët do të kenë përkujdesin atij nxënësit që janë në paralel speciale. Kur jemi te këto paralelet normale. Po, te shkolla e Liria kemi mungesë të sociologëve, psikologëve, deftologëve, të cilët janë të domosdoshme me ligj dhe si funksionon kjo, dhe nëse nuk kemi kush mundohet I bëj punët e sociologut, psikologut apo deftologut. Ne si shkollë, domethënë kemi gati 1200 nxënës, afër 1200 nxënës, është një numër I madh I nxënësve. Psikolog shërbimin pedagogjik e kemi psikolog pedagog, mirë po nuk kemi sociolog. Punët e sociologut mundohemi që të bëjnë shërbimi siç është pedagogu dhe psikologu. Ne kërkojmë që të ketë, duke u bazuar në numrin e madh të nxënësve, kemi nevojë për një sociolog, sepse kërkesat janë shumë të mëdha, edhe duke u bazuar edhe në kohën, tash siç është koha e internetit, gjërat janë më të dukshme, më evidente, edhe rinia domethënë ndonjë përkujdesje shumë të madhe. Atëherë edhe kolegja ynë Rehane përmendi në fillim për shkak se do flasim edhe pak për mungesë të librave, për shkak se jo vetëm në shkollën Liria që është në Tetov, por në të gjitha shkollat, kryesisht edhe ato profesionale që kemi. Javë më parë Ministresha e Arsimit hedhi topin te drejtorët e shkollave, jo vetëm tek ju, por të gjithë kolegët tu, për shkak se sipas saj nuk bëhen kërkesat në kohë dhe kjo është një ndër arsyet pse është mungesë e librave. Si qëndron puna me librat për nxënësit e shkollës fillore Liria? Për nxënësit e shkollës tonë, ne kërkesat I kemi bërë në kohë, duke u bazuar në numrin e përgjithshëm të nxënësve që kemi këtu.
për dallim nga vitet e kaluara, këtë vit jemi furnizuar në kohë, për jashtim të disa mungesave të vogla, ku dhe ato jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me ministrinë, por edhe me komunën, dhe presim që edhe këto pjesë të vogla të realizohen në mënyrë më të mirë të mundshme. Ato libra të cilat mungojnë, si bëjnë arsimtarët, shkon pjesë diktimi kur sipas ligjit të vendit tonë është ndaluar diktimi, si shkon procedura, por edhe fotokopimi i librave në bazë ligjit. Mirë po ndonjëherë duhet që ta kalojmë veten. Ne jemi munduar që dalim në ndihmë mësimdhënësve duke ju bërë edhe, domethënë, fotokopje të tyre. Ne si shkollë kemi marrë edhe përsipër edhe atë pjesë që sa më të lehtë u bëjmë procesin e mësimdhënësve, por gjithashtu edhe të nxënësve, se këtu janë nxënësit ato që duhet ta kenë, domethënë, librin përpara vetes. Te drejtoresh, pas jemi festat e nëntorit, jemi datat e fundit, që kemi ndonjë organizim nga shkolla Liria, kryesisht ku flasim për 20 nëntorin, ditën e alfabetit, por edhe për ditën e flamurit. Keni parë ndonjë organizim, ndonjë manifestim? Si çdo vit ne manifestime bëjmë në kuadër të festave të nëntorit, duke u përfshirë edhe festën e 22 nëntorit, ditës alfabetit, po ashtu edhe festën e flamurit 28 nëntorin. Mësimdhënësit janë organizuar dhe përgatitur një manifestim i cili do të mbahet përnder të festës së flamurit, duke u angazhuar në maksimum, ku edhe i përshëndes sepse japi një kontribut të jashtëzakonshëm. Atëherë drejtoresh, kur jemi këto aktiviteteve përveç festave të nëntorit, kemi ndonjë zhvillim, themi, aktivitet shkollor rajonar që brenda shkollës kemi ndonjë garë, edhe rajonale, edhe brenda shkollës, por edhe ndërkomunale, e më pastaj edhe ndërshtetërore. Po, çfarë, domethënë, shkolla Liria realizon aktivitete kulturore, gara në nivele rajonale, kemi në nivel komunal, projekte mjedisore, lloj aktivitetesh kemi, ku nxënësit marrin pjesë edhe në përgara edhe jashtë vendit. Atëherë motivimi i nxënësve, përveç aktiviteteve të lira, por edhe edukatës fizike, duhet ta përmendi, si po zhvillohen mbas të asaj, mbas kushteve që kemi një sallë të ish sistemit jugoslav, kur është koha, sot kemi një komishi, mundoni që të improvizohet? Po, kjo është pak një pjesë shumë e vështirë dhe shumë e ndjeshme, domethënë, sepse edhe ne e mbajmë këtë breng, duke i parë edhe mësimdhënësit, sepse nuk mund që të zhvillojnë aktivitetet që duan ata, përjashtim që së sot e kemi kohën, domethënë, është me shi, mundohemi që ta menaxhojmë disi këtë pjesë, ku shpesh, siç e theka edhe pak më herët, jemi në kontakt sepse është shkollë në qendër dhe me çdo kusht i duhet një sallë sportive ku aktivitetet të ndryshme do duhet të mbahen në atë sallë. Por ne si i motivojmë, domethënë, nxënësit, domethënë, i inkurajojmë përmes shpërblimeve, siç janë certifikatat. Këto janë certifikata shpërblime simbolike, promovimin e arritjeve të nxënësve duke i paraqitur ato edhe në faqet e shkollës, siç është Facebooku. Kemi faqe zyrtare, pastaj kemi edhe në çdo vit të fund vitit, me përkushtimin e mësimdhënësve dhe të bashkë me nxënësit, përgatitim një festë për fund vit, ku në çdo vit ne zgjedhim edhe nxënësin e gjeneratës, ku atë nxënës e dekorojmë me libër, me certifikat, me diplomë, kështu që të jetë një motiv për të gjitha ata nxënës që brenda viteve të jenë më aktive dhe më motivues. Zonja Kasami, para se me qenë ju drejtoresh, kryesisht sigurisht keni punuar edhe arsimtare. Mund shkurt në pikat shkurta, pasi jemi edhe ka fundit, na flasësh si ka ndryshuar pak procesi i mësimdhënies, mësimdhënies, apo ai trekançi prindër, nxënës, mësues. Edhe si shkon këtu te kjo shkollë? A vazhdon të jetë ai trekançi prindër, nxënës, mësues, për të pas edhe nxënës më të mirë, edhe ai kanë duar të lirë arsimtarët për të punuar me nxënës. Mirë që e sek edhe këtë temë, se është një temë shumë i ndjeshme. Unë vi, domethënë, edhe unë jam mësimdhënëse, përjashtim se tani jam në këtë pozicion. Më mungon pjesa
e takimit me nxënës, po tash isho në këndvështrimin tjetër, jo si mësimdhënëse, ku më mungon domethënë edhe ai përqafimi i atyre kur takohemi. Shumë me rëndësi është komunikimi dhe lidhja atij trekëndshit didaktikit, e quajmë ne. Kjo shkollë në ndër vite ka nxjerr gjenerata e gjenerata të suksesshme, ku sot kemi edhe fytyra publike dhe fytyra që sot e kësaj dite edhe na udhëheqin domethënë shtetin. Kemi një përkraje të jashtëzakonshme, një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me komunitetin ku duhet të cekim. Këtu është domethënë këshilli i prindërve. Pa bashkëpunimin e prindërve, domethënë duke cekur trekëndshin nxënës, prind, mësimdhënës, nuk do të ishim këto që jemi sot. Një shkollë në qendër të qytetit, një shkollë me renome, është një bashkëpunim i jashtëzakonshëm, ju thash në ndihmën e të gjithë prindërve, duke na ndihmuar qoftë edhe financiarisht, qoftë edhe moralisht, ne jemi këtu ku jemi dhe sukseset nuk mungojnë. Atëherë pasi dëshirojmë të jeni të vazhdoni deri në ndërtimin e objektit të ri edhe me nxënës edhe më shumë, cili është ai vizioni juaj në fund për shkollën fillore Liria, një ndër shkollat më të mëdha në qytetin tonë? Vizioni im për shkollën Liria është të kemi një shkollë moderne, e sigurt, e hapur ndaj inovacionit, me kushte bashkëkohore, staf të trajnuar dhe nxënës të motivuar. Objektivi im domethënë është të bëhemi një model i arsimit cilësor në Tetov, por jo edhe më gjatë, pse jo edhe më gjatë. Zonja Kasami, faleminderit shumë që ishe në pjesë e emisionit tonë Ritmi i ditës, edhe pse me kushte të vështira nga themi të kohës, ndërkohë që faleminderit edhe një herë, edhe pse me shëndetin nuk e qenë mirë, ke pranuar ftesën që mos na kthesh prapa. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte ime, ju mirëpresim. Rehan, këtu bashkë me mua ishte zonja Kasami, drejtoresha e shkollës fillore Liria në qytetin e Tetovës, ku diskutuam në pika të shkurtra kushtet që ka kjo shkollë, nxënësit, bashkëpunimi mes këshillit prindërve dhe mësimdhënësës dhe drejtoreshës së udhëheqësisë së shkollës, ndërkohë që mu nuk më ngelet gjë tjetër veç t'ju përshëndes dhe bashkë me pafshim në ditën e martë. Të falemderit të shumë Visar për gjitha këto informacione, gjithashtu falemderojmë edhe drejtoreshën e shkollës fillore Liria në Tetovë për gjitha ato informacione që i dhatë në emisionin e Ritmi i ditës. Ju falemderit edhe njëherë. Shikues të nderuar, ky ishte Visar Sadiku nga Tetova, i cili kishim në linjë të drejtë për drejtë bashku me drejtoreshën e shkollës fillore Liria.